mbetemi tek zhvillimet në Kampin Blu, do të lidhemi në këto momente me Aulon Kalaja, kandidati i Partisë Demokratike në Durrës. Përshëndetje, zoti Kalaja. Mirëdiva. Çfarë provash keni për të faktuar akuzat që keni hedhur se ju janë vjedhur votat brenda partisë dhe çfarë rezulton në pamjet që keni marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Fakt ishte pyetje shumë kështu e rëndë. Unë kam thënë që më duhen pamjet për të parë procesin për parregullësitë që kanë ndodhur. Është spekuluar në media sikur kam kërkuar vetëm pamjet e kandidatëve, ndërkohë unë në KQZ kam bërë një kërkesë që të vendosen në dispozicion edhe pamjet përsa i përket procesit numërimit midis subjekteve politike, midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Përveç kësaj, edhe pamjet cilat kanë bëjnë pikërisht me atë që quhet vot preferenciale apo votimi për kandidatën. Sigurisht që unë kam qenë jo në të gjitha KZAZ, se qarku Durrës ka 7, por në KZAZ-n e Krujës kam hasur me disa problematika, të cilat i kam shënuar në librin që vëzhguesit e mi kanë mbajtur, me time code, me orare, me kuti të caktuara, jo të gjithë kutijat kam objekcione, po për disa kuti të caktuara, unë sigurisht që do duhet i nënshtrohem një analize kësaj radhe me pamje filmike, të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mi ka vendosur në dispozicion. Thjesht po pres vetëm momentin, sepse jo të gjitha pamjet e KZAZ-ve të Durrësit janë shkarkuar tani më dhe janë grumbulluar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, disa KZAZ kanë ardhur, disa jo. Unë jam në kontakt me zyrën e IT-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, më kanë kërkuar një hard disk me 4 terabajt, sepse aq ishte, domethënë, pjesa ku do ngarkohen videot, dhe po pres nga moment që të shkoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për t'i marrë ato, me sa di unë as Tirana nuk ishte ngarkuar e gjitha, sepse jam në kontakt edhe me kandidat tjerë, por më lejoni t'ju them që jam kandidati i parë që kam kërkuar pra këtë proces, më saktë transparencë për të parë se çka ka ndodhur pikërisht në disa tavolina të caktuara në numërimin e votave. Unë kam pasur vëzhguesit e mi aty, kështu që ne kemi objeksionet tona. Ju pyeta sepse disa prej kandidatëve të Partisë Socialiste KQZ i kishte vënë në dispozicion të gjitha materialet dhe për këtë qëllim ishte pyetja nëse i keni marrë apo jo. Dhe cilat janë pretendimet tuaja në lidhje me votën dhe në lidhje me gjithë dokumentacionin që ju keni marrë kur keni asistuar në KZAZ-t caktuara gjatë procesit numërimit? Tani, për Partinë Socialiste, unë nuk e di, me sa jam ndjeni unë, aty ka dalë një qarkore nga kryeministri Rama dhe ju thot të tive, se shumica aty e në ushtar rreshti, ju e dini apo jo, dhe aty bëhet çfarë thot Rama. Kështu që ai ka detyruar njerëzit e vet që të tërheqin ankesat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk e di, domethënë, a kam informacion sakt për këtë. Disa prej tyre që kanë kontestuar rezultatin e zgjedhjeve, pasi Rama ju ka çuar mesazh, domethënë, këta i kanë tërhequr nga KQZ. Nuk e di. Disa prej tyre i kanë tërhequr materialet nga KQZ. Jo, okay, të tërheqësh materialet është një gjë dhe ti shkosh deri në fund procesit është një gjë tjetër. Tani unë kam qenë një nga kandidatët e parë, ose më saktë i pari, që e kam bërë këtë proces dhe do t'i shkoj deri në fund pra. Nuk ka krahasim këtu mes nesh dhe Partisë Socialiste, sepse e para herë unë nuk jam ushtar rreshti dhe unë të gjitha ato pakënaqësi që kam ndaj procesit zgjedhor do duhet i identifikoj kësaj radhe dhe dal me qëndrime korrekte. Ju mendoni që unë nuk jam njeri serioz që e kam bërë këtë kërkesë, pra unë besoj që aty ka diçka dhe prandaj e kam bërë këtë kërkesë, sepse përndryshe për çfarë interesi do të kisha. Jo, absolutisht, duke ditur vendosmërinë, prandaj dhe unë e shtrova pyetjen në disa lloj forma për ta kuptuar se si qëndron e vërteta. Etelina, me të thënë vërtetën, unë jam drejtuar me 2 kërkesa Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të qenë serioz. E para, për të më vendosur pamjet filmike, gjë që vendim që është marrë tani më, dhe pamjet filmike thjesht po i presim që të shkarkohen në serverin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe dyta, unë kam kërkuar rinumërim. Kasi, i drejtu domethënë nga zoti Liru Smajli, Koli Bele, Ledio Brao, Elvis Sefa, nuk e di kush ishte atë ditë tjetër aty. Unë bashkë me avokatin Altin Goxhaj, me avokatin tim, kam qenë dhe kam bërë seancën e parë në kas. Pra, unë kam ecur më përpara se kandidatët e tjerë. Dhe përsa i përket rinumërimit, Kasi më ka thënë që tani nuk do ta marrim parasysh kërkesën tënde proceduralisht, për arsye se ne presim që komisioneri të dalë me një vendim me tabelën përmbledhëse për qarkun Durrës. Sepse
kur shkova unë, nuk ishte pasqyruar votat diasporës. Votat diasporës për qarkun Durrës ka mbaruar dje rreth orës 18:00, nga ku unë kam dalë nga Parku Olimpik me një deklaratë dhe kam falendëruar mbështetësit e mi, sepse unë kam kaluar tani më mbi 8117 vota personale në qarkun e Durrësit, ku nuk janë numëruar akoma dhe 5 kuti dhe të shohim se çfarë do vendos KQZ-ja. Janë 5 kuti dëmtuara në qarkun e Durrësit. Pra, KQZ-ja, Kasi më saktë, më tha që është shprehur me i vendim, po deshet ja u vendos në dispozicion televizionit tuaj. Pra janë akte që kanë dalë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si organ administrativ dhe më kanë thënë që në këto momente nuk mund të kërkosh rinumërim të kutive. Prandaj unë po pres tabelën përfundimtare, tabelën përmbledhëse që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do nxjerrë për qarkun Durrës, ndërkohë paralelisht me këtë unë do punoj me pamjet filmike, kam ngritur një staf specialistësh, avoketrish, vullnetarësh, të cilët po merren me këtë çështje dhe më thonë që unë e bëj për mandat. Jo, nuk është e vërtetë, më thënë drejtën. Unë i kam dhënë një premtim zgjedhësve të mi, atyre burrave dhe grave, të cilët më janë numëruar diku te 8117 për momentin, bashkë me votat e diasporës. E kuptoj. Dhe ju kam thënë, kur më kanë thënë Aulon, ne do ta japim votën, po a do na e mbrosh votën ti? Unë ju kam dhënë fjalën atyre. Prandaj kjo nuk është një çështje për mandat. Kjo është një çështje për dinjitet. Asgjë e keqe nuk na vjen nga transparenca. Transparenca dhe për votat e mia në këtë rast. Po si unë aty do shikoj edhe votat e mia. Numëruesit që unë kam pasur aty kanë shkruar në rregull votat. Pra kjo është një kontroll e cila për mendimin tim duhet ndodhë rutinë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, jo ta kërkojmë ne kandidatët. Pra, edhe herë po ju thoja, Partia Socialiste i ka tërhequr njerëzit e vet. Ndërkohë unë do t'i qëndroj kësaj gjëje deri në fund. Si doli gjë, si nuk doli gjë. Tani unë kot nuk e kam kërkuar. Besoni për këtë pjesë. Aulon, ju jeni distancuar nga deklaratat e Berishës se votat janë manipuluar nga makineria qeveritare. Qëndron ky konstatim dhe nëse po, pse? Jo, unë nuk e di kush e ka nxjerrë këtë deklaratë, sepse unë nuk kam bërë si deklaratë politike deri dje në orën 6 pasdite, kam 9 ditë të Lina që unë rri pa gjumë. Dhe këtu duhet falenderoj gjithë ata komisioner dhe numërues, ata vëzhgues të Partisë Demokratike që kanë bërë një punë titanike dhe kjo është një nga plagët më të mëdha që kodi qelbur zgjedhor që kemi ne sot bën që i kthen këta njerëz në njerëz që punën e tyre do ta bënin makineritë, siç e bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për 6 orë del rezultati 400 milion zgjedhësve në Amerikë, ndërkohë ne na duhet 9 ditë për me nxjerrë një rezultat që është edhe ai gjysmak. Sepse akoma nuk kemi një rezultat përfundimtar për qarkun Durrës apo për qarqet e tjera të Shqipërisë. Prandaj unë nuk kam dalë në asnjë konkluzion politik, a janë vjedh zgjedhjet, a janë blez zgjedhjet, a duhet ikë Berisha apo s'duhet ikë Berisha. Pse? E parë ne duhet kemi respekt për votën. Unë nuk jam një nga ata kandidat që kam mbaruar punë me mandatin edhe i shoh zgjedhjet nga shtëpia. Jo zonjë. Unë kam dalë që nga dita e parë me datën 11 maj, 7 mëngjesit në terren dhe jam futur në shtëpi dje në 7 darkës. Familjarët e mi kam taku sot mëngjes, kam pi kafe me babin e me mamin. Pra, e keni parasysh se për çfarë po flasim këtu? Po flasim për njerëz që kanë sakrifikuar. Po unë nuk është se kam bënë gjë të madhe, unë kam nejt para televizorit duke pa votat. Po ata komisionerë numërues, të cilët kanë 9 ditë sot e kësaj dite dhe i kam pa me dridhje trupi. E Telina i kam pa ata njerëz, të cilët flenin nëpër tavolina, flenin nëpër cepa shkallësh. Pra ky është sistemi zgjedhor që kemi zgjedhur në Shqipëri. Prandaj është shumë e rëndësishme ndryshimi i kodit zgjedhor. Nuk kam dalur pra me deklarata politike, unë du të lexoj votën e qytetarëve, kur të marr tabelën përmbledhëse të rezultateve të mia, kur të analizoj të gjithë videot që unë kam objekcione, atëherë sigurisht unë do mbaj qëndrimet e mia, se unë jam njeri politik pa diskutim. Edhe unë kam qëndrime për gjëra që nuk kanë shkuar mirë në fushat, për gjëra që do doja të bëheshin më mirë te lista e mbyllur apo te lista e hapur, sigurisht do kem qëndrimet e mia, por nuk ja lejoj kurrë vetes unë që të dal në konkluzione pa lexuar votën e qytetarëve. Se ne tani bie që kemi humbur zgjedhjet parimisht dhe mos ta lexojmë në votën e diasporës. Po pse për çfarë shkuam në diasporë? Unë kam bërë 3 takime në diasporë, kam qenë Perugia, kam qenë Treviso, kam qenë Pordenone. Pra këta njerëz nuk do të respektojnë votat neve? Duke marrë shkas nga kjo që sa... Jo, falja, e kam me njerëz brenda partisë time këtë gjë. Pra më kuptoni drejt çapo ju them. Ka pasur kandidat për deputet, të cilët e kanë parë rezultatin nga televizori. Turpi zotit. Ndërkohë që duhet vinin aty për me nejt me komisionerat në këtë rast. Pra duke marrë shkas nga kjo që po thua, dalim në atë që nuk jeni dakord ose nuk i qëndroni qëndrimit dhe mendimit të zotit Berisha, i cili aktualisht ka thënë që votat janë manipuluar nga makineria qeveritare, por jo vetëm edhe nga krimi organizuar. Këtë doja të konkretizoja dhe ta kuptoja. Po, jo, ta konkretizoj unë këtë tani, se kjo që donit nxirrni ju është totalisht një deklaratë që ju ndoshta nuk e di ku e keni lexuar, po unë s'e kam thënë herë këtë. Tani, po ja u shpjegoj me që jam studio dhe me që duhet jemi të nershëm me veten.
Zoti Berisha mund të ketë shumë drejt në atë që thot, prandaj unë personalisht kam kërku videot, jo vetëm të numërimit kandidatëve, por videot edhe Parti Socialiste, Parti Demokratike. Pra, të votave që ne mund na janë marrë në tavolinë, ose të parregullsive, nuk mund dalë dot në konkluzione që na janë marrë apo s'na janë marrë. Pra, prandaj unë nuk kam kërkuar thjesht videot për subjektin tim politik, po kam kërkuar dhe videot midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për të kuptuar. Po pse ju mendoni që unë nuk jam nga ata shqiptar që besoj që qarku i Durrësit diktohet nga bandat? E keni parë besoj se kush ka dalë i pari tek Partia Socialiste. I keni parë besoj votat. A kanë ta njerëz kontribut publik? I njihni ju emrat e të parëve të Partia Socialiste, të lista hapur, që kanë marrë nga 20.000 vota në Elbasan, Durrës apo Gjet? Pra, absolutisht unë besoj si zoti Berisha në këtë aspekt, sepse kemi parasysh diçka. Qarku Durrësit në vitin 2021 u vendos nga bandat dhe gjysma e qarkut Durrësit deputetëve i kenë burg. Edhe kësaj radhe, patronazhistët e bandave morën nga i kandidat për deputet duke i fryrë me vota. Kjo është e vërteta e madhe. Ne e dim shumë mirë se sa e vështirë ka qenë fushata elektorale në zonën ku unë kam mbuluar. Pra në Krujë dhe në Fushkruj, në Nikol, Bubsh, Tuman dhe Malsit Krujës. Pavarësisht se ne e fituam Bashkinë e Krujës, Fushkrujën, vendin tim të lindjes, e kthyem pas 18 viteve blu dhe u fitu nga Partia Demokratike. Bashkia e Krujës çimentoi mandatin e 6 që mori Partia Demokratike në qarkun e Durrësit, sepse keni parasysh diçka, Partia Demokratike humbi pothuajse në të gjitha zonat e tjera në Durrës, ndërkohë fitoi Bashkinë e Krujës. Kjo fitore vendosi mandatin e 6 Partisë Demokratike. Po kjo nuk ka ndodhur kështu krejt rastësisht. M'fal, jo ta mbaroj, nuk ka ndodhur rastësisht. Ne kemi pas përballë njerëz cilët kanë një pushtet të jashtëzakonshëm. Kemi pas përballë banda, kemi pas përballë makinerinë shtetërore, partia dhe pushteti nuk u ndan në asnjë çast. Shteti dhe partia nuk u ndan në asnjë çast. Nuk e them unë, e thot OSBE Diri, e thon të gjitha. Pra, absolutisht mos më vendosni mu fjalë cilat nuk i kam thënë. Patjetër që unë besoj si zoti Berisha për çështjen e zgjedhjeve, por sigurisht që kjo do të dalë në një analizë. Unë për këtë qëllim ju pyeta disa era ulon për ta kuptuar se si qëndron qëndrimi juaj dhe prandaj besoj se janë bisedat për të sqaruar qëndrimin e gjithë secilit. Patjetër. Jo, Etelina, nuk e ka me ju, më kuptoni drejt, e ka me disa portale cilët janë nxituar dhe disa media, edhe kombëtare, po doni që janë nxituar që Aulon Kalaja ja ka marrë votat filani apo fiskali. Nuk merrem me emra, unë merrem me parimin. Është godit parimi apo jo? Unë këtë do zbuloj kësaj radhe. Kam edhe një pyetje të fundit, Aulon. Zonja Adriana Kalaja ka hedhur akuza që kryeministri Rama ka bler vota ose më saktë ka orientuar votën edhe brenda Partisë Demokratike, duke folur edhe me emra konkret, duke thënë që zonjës Tabaku ja ka bler votat kryeministri Rama. Keni një koment në lidhje me këtë deklaratë zonjës Kalaja? Me të thënë drejtën, Etelina, nuk e di ku e ka thënë deklaratën, është hera parë që e dëgjoj, nuk kam informacion për këtë që ka thënë zonja në fjalë. Do ishte shumë e rëndë, në rast se do ishte e vërtet, por nuk di ç'të them për momentin. Pra jam i paqartë fare për këtë. Mendon që mund të ndodhë diçka e tillë? Nuk e dia mund ndodh, domethënë shiko, un kam qenë totalisht i fokusuar te qarku Durrësit. As du t'i shmangem kësaj pyetje, ta them me sinqeritetin më të madh. Un tani po i marr dhe po i lexoj lajmet dhe po shoh dhe kolegët e mi se sa vota kanë marrë. Po lexoja një status në Shtim Urrizit tani, ndërkohë që ju më telefonut dhe do t'i shikoj të gjitha me vëmendje dhe pa diskutim do kem dhe qëndrimet e mia në raport me këtë. Por më besoni që jam totalisht i fokusuar te gara ime në këtë rast, për edhe herë tjetër, jo për mandat, për dinjitet. Të kuptoj. Faleminderit Aulon që ishe pjesë e lajmeve të MCN. Faleminderit.